Zonja Adera Zotriu, përshëndes, po ndiqni lajmet në televizionin kombëtar Klan Plus, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Debate të forta në parlament për protestën e qytetarëve. Sali Berisha kërkoi që të shkrihet parlamenti dhe të shkohet në zgjedhje. Balla deklaroi se në protestë ka mercenar të Iranit dhe dënoi dhunën ndaj forcave të rendit. Për disa orë qytetarët protestuan këtë të njëjtë para parlamentit, ata u përplasën me forcat e policisë, të cilat u detyruan të përdorin ujin për të shpërndarë. 6 efektiv policie dhe 11 protestues përfunduan në spital me lëndima. Aktiviteti sipërmarrës ka vjuar të rritet edhe gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, me më shumë biznese të reja, mbi 11.000 subjekte janë shtuar ose 7.5% më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Rebelët Houthi të Yemenit sulmojnë 2 anije cisternë në detin e Kuq dhe vendosin zyrtarisht bllokadën detare për naftën në Arabisë Saudite. Kjo ka ndikuar që çmimi i naftës të rritet ndjeshëm. Pas përfundimit të botrorit, polemikat ndaj Argjentinës vazhdojnë edhe jashtë fushës. Një peticion global me miliona firma kërkon që kjo kombëtare të përjashtohet gjithmonë nga botrori. Dhe ndalemi më gjërësisht debate të forta në parlament pati për protestën e qytetarëve. Sali Berisha kërkoi që të shkrihet parlamenti dhe të shkohet në zgjedhje. Balla deklaroi se në protestë ka mercenar të Iranit dhe dënoi dhunën ndaj forcave të rendit. Protesta e thirrur jashtë ambienteve të kuvendit dominoi debatet mes mazhorancës dhe opozitës në seancën plenare të kësaj të njëjteje. Pa nisur seanca, kryedemokrati Sali Berisha kërkoi shkrirjen e parlamentit, duke konsideruar këtë, sipas tij, të vetmen zgjidhje për t'i hapur rrugë vullnetit të qytetarëve shqiptar. I vetmi akt i përgjegjshëm i tij është të deklaroj fundin e tij, shkrirjen e tij dhe hapjen rrugë për zgjidhjen që kërkojnë mbar rinia dhe qytetarët shqiptar. Çdo akt tjetër është fund e krye i pavlerë. Ndaj dhe ne kërkojmë sot vetë shpalljen, shkrirjen e këtij parlamenti. Nga foltorja e kuvendit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla kërkoi që të dënohen aktet e dhunës së protestuesve ndaj efektive të policisë së shtetit, duke i konsideruar ato si sulm ndaj shtetit. Gjaku i punojësve të policisë shtetit është gjaku i vetë shtetit. Kush guxon të ngrej dorë mbi punojësit e policisë shtetit, ka ngritur dorë kundër shtetit. Dhe prandaj thirrja ime nuk është për policinë. Policia po e bën detyrën e vet në mënyrë të shkëlqyer. Thirrja ime është për drejtësinë, për prokuror dhe gjyqtar. Edhe jetën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, sikurse çdo shtetasi shqiptar, solidaritet sot me policinë e shtetit. Kryedemokrati Berisha dënoi dhunën e ushtruar sipas tij ndaj protestuesve, ndërsa akuzoi mazhorancën se nuk përfaqëson më vullnetin e qytetarëve. Dënoi me forcën më të madhe brutalitetin ndaj protestuesve, të narkopolicisë, të fallangave të krimit, ndaj djemve, vajzave, burrave, grave idealistë që nuk ju njohin. Ju për parlament, që kërkojnë shkrirjen e parlamentit, dhe ju rezervoni armë kimike, lëndë djegëse, helme toksike, i shpallni terroristë këtu, ne me kryetarin tuaj. A e kuptoni apo jo? Si mund të përfaqësoni ju qytetarët? Qytetarët i përfaqësojnë ata, të cilët kërkojnë tik e një Rama. Njeriu, që ndërtoi në Shqipëri shtetin e drogës. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari deklaroi se lëndët e përdorura nga policia janë të certifikuara, ndërsa theksoi se protesta po bëhet me mercenar të paguar. Ai bëri thirrje opozitës të largojë personat e maskuar nga protesta. Konfirmoj që lëndët janë RSG 8, TW1000 profesional dhe VESK RSG 8000 special, që janë lëndë speciale irrituese profesionale për vetë mbrojtje dhe neutralizim të personave të dhunshëm, të cilat janë të certifikuar nga kompanitë prodhuese dhe përdoren nga forcat policore në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk keni të drejtë morale të pretendoni se ju përfaqësoni zërin e protestës atje.
largoni vetëm njerëzit me kapuça dhe policia po bën detyrën e saj konform ligjit. Replikat e një pasnjeshme të kryedemokratit me deputetet e mazhorancës u bën disa herë shkak i tensioneve në sallë, teksa kryeparlamentari Peleshi kërkonte vijimin normal të seancës. Që prej orës 9 të mëngjesit qytetarët protestuan përpara parlamentit dhe janë përplasur me forcat e policisë, të cilat u detyruan të përdorin ujë për t'i shpërndarë 6 efektiv policia dhe 11 protestues përfunduan në spital të lënduar. Protestuesit mbërritën rreth orës 9 në afërsitë të parlamentit teksa u përballën menjëherë me policinë, të cilët kishin krijuar një kordon sigurie. Qytetarët kërkuan të kalojnë kordonin për të shkuar në kuvend, por nuk u lejuan nga efektivët e rendit. Vezve dhe bidonave policia ju përgjigj menjëherë me ujë dhe spraj. Protestuesit bllokuan rrugën e Elbasanit duke vendosur kazanët e plehrave. Më pas ata u pozicionuan pranë qendrës tregtare pranë parlamentit, aty ku dhe qëndruan për disa orë duke kundërshtuar policinë dhe duke i bërë thirrje kryeministrit për dorëheqje. Nga përplasja mbetën të lënduar 17 qytetarë, mes tyre 11 protestues dhe 6 punonjës policie. Ata u dërguan në qendrën spitalore universitare në Tereza dhe në spitalin e traumës. Një pjesë e madhe e tyre janë në repartin e toksikologjisë, jashtë rrezikut për jetën. Aktiviteti sipërmarrës në Shqipëri ka vjuar të rritet edhe gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, me më shumë biznese të reja dhe shtim të interesit të investitorëve të huaj. Mbi 11.000 subjekte janë shtuar ose 7.5% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Përgjatë periudhës 6 mujore të vitit, bizneset në vendin tonë kanë patur një ecuri pozitive të aktivitetit të tyre ekonomik dhe administrativ sipas të dhënave zyrtare. Referuar të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, gjatë 6 mujorit të parë të 2026-s janë regjistruar 11.567 subjekte të reja, ose 806 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shënuar një rritje prej 7.5%. Sipas QKB-s, struktura e regjistrimeve vijon të dominohet nga personat fizik me 8.757 regjistrime, ose 75.7% të totalit, ndjekur nga shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar SHPK me 2.775 regjistrime. Ndërsa sipas pronësisë, subjektet me kapital 100% shqiptar mbeten mbizotrues me 10.179 regjistrime. Regjistrimet e bizneseve me kapital 100% të huaj u rritën ndjeshëm me 35.7%, duke arritur në 1.240 subjekte, një tregues i rritjes së interesit të investitorëve të huaj për ekonominë shqiptare. Të ndarë sipas zonave gjeografike, Sharku Tiranë vijon të kryesojë me 6.039 regjistrime për vitin 2026, ose 52.2% e totalit, i ndjekur nga Vlora me 1.347 dhe Durrësi me 1.310 regjistrime. Gjithashtu QKB në raportin më të fundit nënvizon se rritje të konsiderueshme u evidentuan edhe në sharqet në veri të vendit Lezhë, Shkodër, Dibër dhe Kukës. Sektori i tregtisë me shumicë dhe pakicë mbetet më i preferuari për regjistrimin e bizneseve të reja, me 2.771 subjekte, i ndjekur nga akomodimi dhe shërbimi ushqimor, aktivitetet profesionale, transporti dhe informacioni e telekomunikacioni. Rritje të forta në 6 mujorin e 2026-s janë shënuar edhe në sektorin e pasurive të paluajtshme, përkatësisht me plus 35.8% dhe transporti e magazinimi me plus 26.3%. Shqipëria avion të tërheq vëmendjen e mediave dhe kujtave më prestigjioze ndërkombëtare të udhëtimeve, duke renditur mes destinacioneve më të rekomanduara për sezonin veror. Lonely Planet veçon plazhet dhe peizazhet që bëjnë vendin tonë një zgjedhje ideale për pushuesit nga gjithë bota. Prestigjioza ndërkombëtare e udhëtimeve Lonely Planet i kushton një artikull vendit tonë për sezonin turistik, ku nënvizon se Shqipëria ofron plazhe të shumta, laguna dhe zona bregdetare të përshtatshme për çdo kategori pushuesi nga Adriatiku në Jon. Tek sugjerimet për vendin tonë, Lonely Planet rekomandon plazhin e Qipes midis Dërmiut dhe Himarës, ku pasi të zbrisni kanjonin, aty pranë gjendet plazhi i tij mrekullueshëm. Më në brendësi të artikullit rekomandohet edhe Dërmiu me rreth 2 kilometra me ujëra bruz, me shkëmbijtë e bardhë gjelqëror, mbetet një nga plazhet ikonike të Rivierës shqiptare. Lonely Planet, pjesë të listës rendit edhe Ksamilin,
destinacioni më i famshëm bregdetar i Shqipërisë, ai sa konsiderohet edhe Maldivet e Europës dhe kanë një larmishmëri plazhesh për tu relaksuar dhe shijuar bukuritë. Dy destinacione të tjera që u sugjerohen vizitorëve të huaj janë edhe Kakomeja dhe Krorza, ku siç i konsideron ndërkombëtare e udhëtimeve Lonely Planet janë për një arratisje nga kaosi. Gjithashtu në artikullin për vendin ton përmenden edhe Himara dhe Borshi, të cilat kanë një kombinim të bukur mes natyrës, fshatrave turistik dhe ujrave të kristalta me brigjet e tyre të mrekullueshme. Më tej në bregdetin Adriatik, Lonely Planet ndalet tek Gjiri Lalzit e Kepi Rodonit, ku vizitorët mund të prekin nga afër natyrën e bukur, historinë, por edhe peizazhe dhe vijën bregdetare fantastike. Në përfundim të artikullit për vendin ton, media ndërkombëtare sugjeron bregdetin e Shëngjinit, që ndodhet rreth 1 orë larg Tiranës dhe ka një vijë ranore të gjatë, duke bërë atë perfekt për pushimet familjare. Shqipëria dhe Italia hedhin një tjetër hap në forcimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë me fokus trajtimin e sëmundjeve onkologjike. QSUT dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që synon modernizimin e shërbimit onkologjik dhe përmirësimin e kujdesit për pacientët shqiptar. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në transformimin e shërbimit onkologjik shqiptar. Ministri i Shëndetësisë Evis Sala theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi në ndërtimin e një sistemi shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ky partneritet strategjik afatgjat sjell në Shqipëri ekspertizën e një prej qendrave më të rëndësishme onkologjike në Europë dhe krijon bazat për një transformim të thellë të mënyrës se si diagnostikojmë, trajtojmë dhe ndjekim pacientët me sëmundje onkologjike. Përmes këtij bashkëpunimi do të fuqizojmë kapacitetet profesionale, do të standardizojmë protokollet sipas politikave më të mira europiane dhe do të integrojmë teknologjitë më të avancuara. Ndër të tjera, ministri Sala theksoi se ky partneritet pasqyron reformat që po ndërmerren në sistemin shëndetësor të vendit tonë. Më shumë investim në dije, më shumë inovacion, më shumë cilësi dhe më shumë mundësi për pacientët shqiptar. Reformat që po ndërmarrim nuk synojnë vetëm të përmirësojnë shërbimet, por të afrojnë Shqipërinë me sistemet më të avancuara shëndetësore të Europës. Partneriteti mes QSUT-s dhe Institutit Kombëtar të Tumoreve në Milano mbështet krijimin e rrjetit kombëtar onkologjik shqiptar, duke garantuar standarde të unifikuara të kujdesit dhe akses të barabartë në shërbimet onkologjike për pacientët në të gjithë vendin. Në Kosovë ka nisur mbledhja e firmave të qytetarëve për ndryshimin e kodit penal për të përcaktuar si vepër penale marrjen e fondeve publike për qëllime të fushatës elektorale, si dhe për mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Shkelja e kushtetutës si dhe përdorimi i paras publike për përfitim elektoral mbetet në moralin e udhëheqësve të institucioneve pasi që nuk ndëshkohet me ligj. Kjo ka bërë që shumë shpesh kushtetuta e vendit të shkilet qëllimshëm dhe me vedije të plot për të arritur qëllime të caktuara, vlerësojnë qytetarët. Andaj shumë prej tyre janë përgjigjur pozitivisht nismës legjislative qytetare të Institutit të Kosovës për drejtësi për ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës. Kërkohet që moszbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i paras publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Ky shtet e meriton ligjshmërinë dhe respektimin e gjitha normave juridike. Unë shikoj që vetë institucionet e Kosovës, veçanërisht nga presidenca dhe të qeveria, nuk kanë funksionuar ashtu siç do duhej. Ulëmtuesi i lartë në IKD Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend nevojiten së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Këto dy propozime kanë një qëllim të përbashkët: forcimin e llogaridhënies dhe mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Ai theksoi se nisma nuk është drejtuar kundër ndonjë partie politike apo individi, por synon forcimin e shtetit të së drejtës. Zgjedhjeve të fundit kemi parë vendime për ndarjen e mjeteve publike vetëm pak ditë para votimit. Këto veprime me të drejtë ngrisin dyshime dhe debat publik nëse buxheti i shtetit po përdoret për politika sociale apo për përfitim elektoral. Pas mbledhjes së nënshkrimeve, ato do t'i dorëzohen kuvendit dhe do të verifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të vazhduar më pas me procedurat e mëtejme. Rebelët Houthi të Yemenit sulmojnë 2 anijet cisternë në detin e Kuq dhe vendosin zyrtarisht bllokadën detare për naftën në Arabi Saudite. 5 anijet të tjera ndryshuan drejtim për të mos përshkruar Bab el Mandeb, ndërsa çmimet e naftës u rritën sërish.
Arabia Saudite nën blokadë detare nga rebelët Huthit Jemenit të lidhur me Iranin. Grupi militant goditi i tejnte në 2 cisterna saudite nafte dhe po kërcënon tani të krijojë një pengesë të dytë për furnizimet globale me naftë, së bashku me mbylljen pothuajse të plotë të ngushticës Hormuzit nga Irani. Ndërkohë ushtria amerikane vazhdoi me një raund të ri sulmesh ndaj Iranit me urdhër të presidentit Donald Trump. Militantët e Jemenit, të cilët kontrollojnë zonat pranë ngushticës Bab el Mandeb, në anën tjetër të Gadishullit Arabik nga ngushtica e Hormuzit, njoftuan më herët të hënën një blokadë detare ndaj Arabisë Saudite, në atë që disa analistë e kanë parë si një veprim taktik nga Irani për të ushtruar ndikim në negociata. 5 cisterna ndryshuan kurs të martën në detin e Kuq për të shmangur ngushticën Bab el Mandeb dhe 3 të tjera të ngarkuara me naftë saudite për Kinën dhe Indin u kthyen mbrapsht. Huthët thanë se forcat e tyre kryen sulme me raketa dhe dron ndaj 2 cisternave saudite në detin e Kuq, duke identifikuar ato si Ensilia dhe Laila. Agjencia Shtetërore Saudite e Lajmeve, SPA, citoi një burim zyrtar se cisterna Ensilia u godit, duke shkaktuar zjarr. Arabia Saudite, e cila strehon forca amerikane në territorin e vet, ende nuk ka kërkuar ndihmë ushtarake nga Washingtoni. Vet presidenti Donald Trump paralajmëroi se një veprim i grupit për të penguar transportin detar në detin e Kuq mund ta tërheqë SBA-n në luftë. Nëse ndodh diçka e tillë, do të kujdesemi për të. E kemi bërë më parë me Huthët, u tha Trump gazetarëve të martën. Për ushtrinë amerikane mund të mos jetë aq e thjeshtë. Huthët kanë fituar një reputacion si luftëtar të ashpër dhe të shkathët që u kanë rezistuar me sukses fushatave të mparshme të bombardimeve saudite dhe amerikane. Miliona fuqi në ditë me naftë saudite kalojnë nëpër detin e Kuq, duke shmangur ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë çmimet e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me më shumë se $2 dhe arritën nivelin $96.09 për fuqi, niveli më i lartë 6 javor pas lajmit se Huthët sulmuan cisternat saudite në detin e Kuq. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar projekt ligjin vjetor të mbrojtjes që parashikon një buxhet rekord prej $1.15 trilion. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar me një diferencë të ngushtë versionin e saj të projekt ligjit vjetor për politikën e mbrojtjes që parashikon një buxhet rekord prej $1.15 trilion për vitin fiskal 2027. Projekt ligji u miratua me 216 vota pro dhe 212 kundër në një votim që u zhvillua pothuajse tërësisht sipas vijave partijake. Vetëm 7 republikan votuan kundër, ndërsa 6 demokrat mbështetën nismën. Demokratët kundërshtuan nivelin e lartë të shpenzimeve ushtarake, duke argumentuar se ato vinë në një kohë kur administrata e presidentit Donald Trump dhe republikanët po reduktojnë fondet për programet sociale. Nga ana tjetër, republikanët mbrojtën projekt ligjin duke theksuar se financimi është i domosdoshëm për forcimin e kapaciteteve ushtarake amerikane, zhvillimin e sistemeve të reja të mbrojtjes, modernizimin e pajisjeve dhe përmirësimin e kushteve për personelin ushtarak. Paketa përfshin edhe rritje pagash deri në 7% për trupat, si edhe investime në ndërtimin e kazermave dhe banesave për familjet e ushtarakëve. Projekt ligji pritet të kalojë tashmë për shqyrtim në Senat, ku mund të pësojnë ndryshime përpara se t'i dërgohet presidentit për miratim përfundimtar. Autoritetet në Moskë raportojnë viktima në rajonin e Voronezhit dhe në Krime. Presidenti i Ukrainës Zelenski dhe sekretari amerikan i shtetit Rubio zhvilluan takime të veçanta me zyrtar amerikan dhe rus në përpjekje për të çuar përpara bisedimet për paqe. 2 persona mes tyre një fëmijë 3 vjeçar humbën jetën si pasojë e sulmeve me dron që autoritetet ruse thonë se u kryen nga Ukraina gjatë natës. Sipas zyrtarëve rus, sulmet goditën qytetin në Voronezh në jug të Rusisë dhe goditën nga dishullin e Krimes, i cili kontrollohet nga Moska. Në Voronezh, mbetjet e një droni të rrëzuar shkaktuan zjarr në banesën e një familjeje. Sipas gubernatorit rajonal, një 19 vjeçar u plagos lehtë. Në rajonin e Uljanovskut, autoritetet thanë se një objekt energjetik u godit nga dronët Ukrainas, duke shkaktuar zjarr. Ndërkohë, përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund luftës vijojnë paralelisht me zhvillimet në terren. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me Steve Witkoff dhe Jared Kushner për forcimin e diplomacisë dhe avancimin e përpjekjeve për paqe, por pa dhënë detaje specifike. Sa po folëm me përfaqësuesit e presidentit Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, një bisedë e mirë dhe e rëndësishme rreth asaj se si të forcohet diplomacia dhe të afrohet paqja.
Paqja është e nevojshme, paqja me dinjitet, dhe Ukraina ka qenë prej kohësh e gatshme për të. Ekipet tona mbeten në kontakt të ngushtë, duke përfshirë edhe vazhdimin e punës për gjithçka që diskutuam. Pas një bisede me dyert të mbyllura në Manila me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ritheksoi se Washingtoni është i gatshëm për të ndihmuar në përfundimin e luftës nëse do të lindte mundësia. Ne duam një marrëveshje e paqeje, ne duam që lufta të përfundojë. Ne jemi të përgatitur të luajmë çdo rol pozitiv që mundemi për t'i dhënë fund luftës dhe për t'i dhënë fund kësaj lufte, ne do të kërkojmë diçka për të cilën si Rusia ashtu edhe Ukraina mund të bien dakord, dhe kjo nuk do të ndodhë në një konferencë për shtyp. Lavrov nga ana e tij riafirmoi gatishmërinë e Rusisë për një zgjidhje politike dhe diplomatike të konfliktit, thuhet në deklaratën e ministrisë ruse. Gjirokastra ka ndëruar me një koncert të veçantë një prej emrave më të shuar të muzikës popullore shqiptare, mjeshtrin e klarinetës Spiro Mastora, artist nga disa orkestra popullore, interpretuan në kujtim të tij. Sheshi Çerçizit në Gjirokastër u pushtua nga tingujt e muzikës popullore. Përfaqësues të 4 orkestrave popullore u ngjitën në skenë, duke interpretuar jo vetëm për qytetarët, por edhe për vizitorët. Ishte një koncert homazh për mjeshtrin e klarinetës Spiro Mastora. Në këtë koncert nuk ishte si të mungonte kabaja, ustaj së cilës ishte Mastora, i cili u nda nga jeta pak javë më parë. Muzikantët vlerësojnë jo vetëm talentin e tij, por edhe të anëtarëve të tjerë të familjes. Ishte ushtar i mirë Spirua dhe interpretonte shumë mirë këto kabat. Edhe njerëzit e donin, e respektonin për këtë gjë, të gjithë muzikantët. Po në kohën e tij mund të them që ishte, për të mos thënë më e mirë, ishte nga më të mirët. Orkestrina popullore ka lëtur një kontribut të madh në zhvillimin e jetës artistike të Gjirokastrës, po të mbarë krajinës, madje dhe jashtë të shtetit, me pjesëmarrjen e tyre, me përfaqësimin e muzikës shqiptare, në Jugosllavinë, në Itali, në Francë, në Greqi e gjithë. Në këtë aktivitet, Spiro Mastoras ju akordua pas vdekjes edhe vlerësimi i qytetar nderi. Qytetar nderi pas vdekjes i jepet zotit Spiro Mastora. Dhe kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.